Dhe thash një figurë jo politike, edhe politike dhe jo politike, se Cako ka qenë ish deputeti ballë kombëtar. Dhe e thash Cakon, sepse edhe ka vota, është një njeri që ka qeshajnë, po ka shumë që e duan për ato që ka thënë. Demokrati famshëm Ilir Vrenozi ka bërë një propozim Sali Berishës nëse mbahen zgjedhje të parakohshme në Tiranë. Ai thot se kandidati i Partisë Demokratike duhet të jetë Alfred Çako. Doktor Berisha, nëse do të ketë zgjedhje për Bashkinë e Tiranës në shtator, unë mendoj se ish deputeti ballit kombëtar Alfred Çako është figura e vetme për kandidat për kryetar bashkie në Tiranë dhe që mund të shpresojmë të mundim ushtrinë e Ramës. Çako merr vota gri dhe të majta, por është e vetmja figurë që mund të bëjmë diçka. Asnjë figurë tjetër nuk mund të thyejë akullin e rilindasve për momentin, mendoje seriozisht doktor. Është thjesht mendimi im personal me shpirt e zemër, shkruan Vrenozi. Partia Demokratike në fakt është në hall nëse mbahen vërtet zgjedhje të parakohshme në Tiranë dhe ndaj nuk e përmendim fare këtë argument. Kjo pasi do të përballeshin me një tjetër humbje të rëndë. Jo më kot, Andi Bushati i këshilloi që të mos marrin fare pjesë në zgjedhje, nëse do të kemi të tilla. Të mbështesim edhe Cakon, nuk humbim gjë politikisht. Tash më thonë mua, jo po njeri thot, jo po Këlliçi, jo po nuk ka rëndësi jemba më. Më popullori për momentin është doktor Ali Mehmeti. Nuk vihet më vëlla. Edhe po i thanë se mos shko, nuk vihet mos e ka makineri të shtypin. Ore kam qenë 2023 ju them. Më përpara, po kur mbaruan se 2023 thash mos hyni më me këta se nuk fitojmë kurme. Tash i ca gjera. Përse tash. Jatëbe, nacionalist dhe është figurë për momentin jo politike.